Prej disa ditësh Shqipëria është ngritur në protestë kundër kryeministit Edi Rama, ku kërkohet dorëheqja e tij. Për të folur mbi këtë situatë kam të ftuar në një lidhje direkte analistin zotin Rej Shehu. Zoti Shehu, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën, kënaqësia ime. Si keni parë këto protesta që po zhvillohen në Tiranë? Atëherë praktikisht prej 12 ditësh qytetarët janë ngritur në revoltë ndaj qeverisë. Shkaku kryesor do të përmendim ishte Zvërneci. Po tashmë mbas 12 ditësh protest, kërkesat e qytetarëve kanë ndryshuar. Çështja kryesore është fokusuar tek korrupsioni dhe tek establishmenti i vjetër politik. Pra, nëse do t'i referohemi kryesisht kërkesës kryesore të protestuesve, në momentet që flasim kemi të bëjmë me protestues të pakënaqur nga establishmenti aktual, ata që cilësohen si qytetarët gri, elektorati gri, dhe po t'i vëmë re kryesisht mesazhi kryesor i protestës, motoja kryesore është dorëheqja e kryeministrit dhe mos pjesëmarrja e liderit kryesor të opozitës, liderit profesorit doktorit Sali Berisha. Rej, në fakt, çfarë mesazhi është kjo për politikën e vjetër? Qytetarët po i thojnë boll politikës së vjetër. Ka ardhur momenti që 35 vite tranzicion politik janë shumë. Janë më shumë se ç'duhet. Zvërneci ishte maja e icebergut. Pakënaqësia kryesore e qytetarëve shqiptar është establishmenti aktual politik, binomi PS-PD. Pra, dy forca politike që janë në marrëveshje me njëra tjetrën edhe që bën rotacionin e pushtetit, një herë njëri, një herë tjetri, po pa ofruar një alternativë konkrete për qytetarët. Kjo është pika kryesore. Kemi të bëjmë me qytetarët të cilët janë të revoltuar nga sistemi politik. Motoja kryesore, ajo çfarë kërkohet sot është ndryshimi i establishmentit politik. Pra, qytetarë të cilët kërkojnë integrimin e Shqipërisë, vendosin në normalitet të Shqipërisë, një vend ku funksionon ligji, ku funksionon e drejta, ku zhvillohen zgjedhje të drejta. Pa çka kush do jetë fituesi i zgjedhjeve. Por ajo çfarë kërkohet sot më shumë se kurrë është vendosja e vendit në shinat e duhura për të pasur një integrim normal drejt Bashkimit Evropian dhe një shoqëri demokratike. Ditën e sotme ka pas protesta dhe në Rjoll ku qytetarët kanë hequr edhe po themi rrethimin. Pse kjo revolt ndaj po themi ndërtimeve në Shqipëri dhe a duhet që politika këto 30 vite ta kishte zgjidhur çështjen e pronës që mos kishte mbi vendosje? Atëre, që mos t'i rikthehemi historikut tek ligji famkeq 7501 që bëri atë ndarje pronash që e cila edhe sot mbas 30 vitesh vihet e re qartazi që ka problematika, janë një sër komponentesh brenda. Kemi të bëjmë edhe me qasjen që po ushtron shteti ndaj qytetarëve. Më saktë me dhunën. Në qoftë të referohemi shprehjes sociologut Max Weber, shteti është organizmi që zotron monopolin e dhunës nëpërmjet policisë. Po supozohet që monopoli i dhunës të jetë në favor të shtetasve, në favor të qytetarëve, të funksionojë si mekanizëm mbrojtje për qytetarët. Pam të kundërtën, e pam në Rjoll, e pam edhe në Zvërnec. Ajo e cila sot ngriti qytetarët në protest nuk ishte vetëm çështja e pronës, po ishte çështja se si shteti sillet me menefregizëm ndaj qytetarëve. Nëse unë nuk mbrohem nga shteti im, atëre kush do më mbrojë mua? Kjo është pikpyetja e qytetarëve që sot i ka derdhur lum në protestat në bulevard. A ka gabime të bëra në 35 vite nga politika? Ka. Ka abuzime? Absolutisht që ka. Edhe kjo është një nga pikat kryesore që ne si shoqëri sot po mundohemi të vendosim në pa. Korrupsioni masiv. Ka ardhur një moment që duhet themi boll më. Ka ardhur momenti që të bëhemi vend normal. Edhe kjo është ajo çfarë kërkohet nga qytetarët sot. Si e parashikoni ecurinë e kësaj proteste?
Protesta në momentet që flasim është shumë genuine. Pra kemi të bëjmë me qytetarë të cilët janë të revoltuar. Nuk ka ende një grup politik. Nuk ka ende drejtues protestat dhe ndoshta kjo është gjëja më e mirë, sepse në momentet që protestat politizohen, pasi ka pasur raste nga eksponentë të ndryshëm politik shqiptar të cilët kanë kërkuar të marrin edhe mbi supet e veta përgjegjësinë e protestës. Por jo, ajo që do të kemi parasysh sot është që kemi të bëjmë me një protestë totalisht qytetare. Për sa kohë që qytetarët shqiptar do vazhdojnë të jenë të bashkuar, kjo protestë do jetë e suksesshme. Duhet shmangur politizimi i protestës në kushtet që jemi momentale. Pra, janë bërë disa pankarta në shesh. Kemi pasur shumë folës të cilët kanë marrë mikrofonin. Edhe një nga kërkesat kryesore është krijimi një asamble, sepse të themi realitetin e vërtet. Protesta në një moment duhet politizohet. Disa persona nga protesta duhet të dalin si figura kryesore të cilët duhet shprehin indinjatën që kanë qytetarët dhe kërkesat e qytetarëve. Momentalisht në kushtet që flasim, jemi në kushtet e revoltës, por në qoftë se duam që kjo protestë të ketë me të vërtet aksionin politik nga mbrapa, atëherë do të kalojmë në disa pika të tjera. Po praktikisht nga momenti që flasim, jemi në situatë të mirë. Kemi mposhtur frikën si qytetar. Ky është elementi kryesor, mposhtja e frikës. Aftësia për të dalë për të tubuar, aftësia për të kërkuar të drejtat tona, dëshira që kemi si qytetar për ta parë këtë vend në një vend normal, dëshira për t'i dhënë fund tranzicionit, dëshira për të pasur një sistem të lirë, konkurimi nga ana e ndryshimit të kodit zgjedhor, dëshira për të pasur zgjedhje të ndershme, pa çka se kush do të jetë fituesi. Tendenca për të qenë pro me organet e drejtësisë, mbështetje të plotë ndaj spakut për të hetuar çdo politikan i cili mund të jetë i përfshirë në afera korruptive, jo vetëm individualisht, por duke hetuar edhe familjarët. Pasi ne do kemi parasysh diçka, konglomerati për të bërë deputet sot kalon nëpërmjet lidhjeve që ndoshta disa herë mund të jenë edhe të parregullta ose të dyshimta. Këtë kërkojnë qytetarët, njerëz që të përfaqësojnë me integritet, njerëz që kanë dëshirën për të kontribuar në vendin e tyre, njerëz që kanë dëshirën, më falni për zërin, po protestat bëjnë vetat. Njerëz që kanë dëshirën për të kontribuar për vendin e tyre dhe njerëz të cilët duan ta shikojnë antarësimin e Shqipërisë si një shtet me të drejtat të plota brenda Bashkimit Evropian, jo një integrim i pjesëshëm i cili mund të krijohet për shkak të situatës gjeopolitike. Kjo do të ishte fatale për Shqipërinë. Prandaj sot populli është derdhur në bulevard, prandaj populli sot është me kërkesa të qarta. Një Shqipëri e re, një Shqipëri e cila nuk mund të qeveriset më as nga Edi Rama, as nga Sali Berisha. Ne kërkojmë një riformatim të politikës shqiptare, përfaqësues të rinj në parlament, të cilët nuk janë të lidhur me korrupsionin, por ama dhe nga ana tjetër janë të ndërgjegjshëm mbi historikun e politikës shqiptare dhe praktikisht e kuptojnë koston që mund të ketë korrupsioni, i cili mund të përfshihet me shkatrim të karrierës politike, po nga ana tjetër edhe me një survejim nga faktori ndërkombëtar dhe një përgjegjësi drejt për drejt nga spaku nga ana tjetër. Këto janë pikat kryesore për sa i përket çështjes politike. Pra, vettingu politikanëve, do të thënë një vetting real i politikanëve. Jo më të korruptuar dhe të inkriminuar në parlament, jo më establishmentin e vjetër për të na qeverisur, një qeveri teknike të përbërë nga ekspertë të cilët janë profesionistë në fushat e tyre, kanë integritetin moral, kanë përgjegjësi përpara publikut dhe janë të gatshëm që të japin kontributin për ndërtimin e vendit. Nga ana tjetër, kërkohet riformatimi i policisë së shtetit, jo element të lidhur me bandat kriminale. Nga ana tjetër, po të shikojmë
kërkesat e bëra nga grupi protestuesve, kemi të bëjmë me hartimin e një komisioni të posaçëm për pronën shqiptare. Siç e përmendëm pak më përpara Guri, në 35 vite është bërë qef me pronën shqiptare. Duhet t'i japim fund kësaj çështjeje. Nuk mund të diskutohet më mbas 35 viteve prona shqiptare dhe përndjekja politike. Pra, nëse do të referohemi kërkesave të bëra deri tashmë nga protestuesit, janë mëse të drejta dhe unë i shikoj totalisht të arritshme për t'u implementuar. Çfarë ju bëri përshtypje në fjalimin e dieshëm të kryeministrit Edi Rama? Kryeministri nuk të riqet djerë. Ta kemi të qartë këtë gjë. Në çdo shqiptar e ka të qartë. Kryeministri thot, unë ka marrë 800.000 vota. Edhe 500.000 të bëhen, unë nuk iki. Totalisht sjellje arrogante në këndvështrimin tim. Kryeministri e harron faktin që si do të jetë në karrigen e tij sot, ai është i zgjedhur nga votat e qytetarëve. Kryeministri është për t'i shërbyer popullit të tij. Është një post publik, jo një post i trashëguar. Duke qenë se është i zgjedhur publik, kryeministri e ka për detyrë të dëgjoj edhe ankesat e pakicës, duke qenë se na konsideron pakicë. Por në momentin ku qytetarët janë të revoltuar, në momentin kur kryeministri përgjigjet me arrogancë, me sjellje tallëse, me sjellje ofenduese ndaj blogerëve, protestuesve, influencerave, të gjithë janë qytetarë të këtij vendi, nuk ka rëndësi profesioni që kryen. Kështu që më duket totalisht absurde, por jo e jashtëzakonshme. Të gjithë ne e dim se si është Edi Rama. Të gjithë e dim sjelljen e Edi Ramës. Thjesht në këtë moment i ka ardhur laku në fyt. Nuk ka çfarë të bëj kryeministri. Janë njerëz të lirë ata që protestojnë dhe kjo është ajo që e acaron Edi Ramën. Se janë njerëz të lirë të cilët nuk kanë frikë nga sistemi dhe janë të gatshëm të dalin për të drejtat e tyre. Më lejoni të them diçka interesante. Nëse do të referohemi marketingut politik, Edi Rama ka qenë gjithmonë i Zoti. Nëse do të referohemi qasjes ndërkombëtare që Edi Rama i ka shprehur Bashkimit Evropian apo dhe vendeve të tjera, është që Shqipëria është një vend i lumtur. Në Shqipëri bëhet turizëm, në Shqipëri hahet mirë, në Shqipëri janë çmimet e lira, në Shqipëri është një parajs për turistët evropian, Maldivet e Europës. Protesta e vërtetoi që kjo ishte demagogji nga ana e kryeministrit. Protesta deklaroi që Shqipëria nuk është një vend kaq i mirë për të jetuar. Protesta deklaroi që shqiptarët janë në kushte ekonomike mizerabël. Prandaj, kjo rënoi e marketingut politik shërben në favorin e qytetarëve. Ra miti i Shqipërisë së bukur, ra propaganda e Ramës. Po ta shikoni, qasjen që ka kryeministri ka dal nga binarët. Ka dal nga binarët, Guri. Nuk po bën deklarata politike, po bën deklarata ofenduese dhe tallëse. Ajo çfarë ne duhet i themi shqiptarëve sot është, a është normale që një kryetar shteti të flasë në këtë lloj mënyre? Sepse e folura publike e kryeministrit, sidomos të 3 javëshin e fundit, sidomos që nga momenti kur filluan protestat, ka 13 ditë që vetëm denigron, ka 13 ditë që vetëm shan, ka 13 ditë që nuk ofron një zgjidhje politike, po thot projekti do bëhet. Ky është gabim politik, edhe kjo do jetë një kosto që Rama ka për ta mbajtur mbi supë. Rama do jetë personi i cili erdhi në pushtet nga megafoni dhe do zbresi nga pushteti prej megafonit. Faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve, kënaqësia ishte imja.